Mariglena dhe Karolina janë oficeret e sigurisë pranë shkollës së mesme Siri Shaplo. E kanë marrë këtë detyrë për herë të parë këtë shtator dhe duket se janë të kënaqura me misionin e tyre, garantimin e sigurisë së nxënësve si në ambientet e brendshme të saj, ashtu edhe në një perimetër të caktuar jashtë derës së këtij institucioni. Është shumë sfiduese, por edhe ndërkohë dhe shumë e bukur, se punojmë me adoleshentë, me fëmijë. Jam edhe nën, ndoshta një fëmijë e vogël, dhe kjo më bën më shumë të afrohem me djemtë edhe me vajzat. Një gjë që më bën përshtypje është që fëmijët afrohen, flasin, e duan, e kuptojnë. Se ne jemi këtu jo vetëm për të mbrojtur për sigurinë e shkollës, por dhe të flasim me ata. Nuk kemi psikolog, as punë social, por të afrohemi të dimë dhe problematikat e tyre. Të jesh oficere sigurie është shumë profesion i këndshëm. Pjesa me marrjen e fëmijëve, me pjesën e bashkëpunimit me ta është vërtet shumë e bukur. Nuk mund të themi dot që dhe fëmijët janë ambientuar totalisht me neve, se është dhe për ta diçka e re. Por pjesa më kryesore na ka marrë për zemër dhe neve po ata, kështu që shpresojmë që të ecim sa më mirë me pjesën e menaxhimit si brenda në shkollë dhe jashtë në territorin e saj. Po cilat janë problematikat me të cilat ato janë përballur në këtë fillim viti mësimor? Nuk kemi hasur ndonjë problematik shumë të madh, gjëra të vogla që janë zgjidhur brenda shkollës. Të tipit? Të tipit. Herë dhe me vonesë, u fut me vonesë, gjëra shumë të vogla që kalohen, që janë kaluar dhe janë zgjidhur. Për momentin, e vetmja gjë është me ç'po shikojmë zgjimi herët të mëngjes. Atë kam problemin, na vjen shumë keq që ndonjëherë i lëm dhe jashtë orën e parë, por duhet t'ju vihet në mendje që duhet të vinë shumë shpejt dhe jo të plersin që t'ju hapet dera në 8:20 për shembull. Në punën e tyre, ato shprehen se kanë mbështetjen e drejtorisë së shkollës, por edhe prindërve. Roli oficerit sigurisë në shkollë është mbrojtja dhe siguria e shkollës. Jo vetëm brenda shkollës, por neve kemi dhe në perimetrin e shkollës. Nuk kufizojmë vetëm brenda shkollës, por edhe jashtë shkollës. Kemi të drejtë që të vëzhgojmë. Kemi gjetur një bashkëpunim shumë të ngrohtë me drejtorin e shkollës, me mësueset, me punojësit sociale, bashkëpunojmë në grup, sepse vetëm unë nuk mund të bëj asgjë pa bashkëpunimin e mësuesve, prindërve, punojësit sociale. Në shkollat e Gjirokastrës veprojnë 4 oficerë sigurie, pikërisht aty ku edhe numri i nxënësve është më i lartë përkatësisht në shkollat. Koto Hoxhi, Asim Zeneli e Siri Shaplo.